Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ndërtojnë një fshat me prani të përhershme njerëzore në Hën brenda dekadës së ardhshme, të mundësuar nga një reaktor bërthamor nga partnerët komercial, në përgjigje të RFI-s së fundit të NASA-s, tha zëvendës administratori i NASA-s Sean Duffy në Kongresin Ndërkombëtar Astronautik 2025 në Sydney, që në shkurt të vitit të ardhshëm NASA do të nisë misionin Artemis 2 duke dërguar 4 astronaut në Hën. Edhe pse misioni Artemis 2 nuk do të ulet, qëllimi përfundimtar i NASA-s është të krijojë një bazë të përhershme në Hën. Kjo bazë ka të ngjarë të jetë me energji bërthamore e aftë të strehojë përgjithmonë astronautët dhe e ndërtuar nga materiale që gjenden në sipërfaqen e Hënës. Tema e konferencës së IA këtë vit ishte hapësira e qëndrueshme toka rezistente, të cilën Duffy e interpretoi në mënyrën se si NASA mund të mbështesë jetën në hapësirë. Ndërsa drejtuesit e agjensive evropiane, kanadeze dhe japoneze folën rreth asaj se si satelitët e tyre ndihmojnë në kërkimin e klimës, NASA u përqendrua vetëm në eksplorimin e hapësirës. Përveç planeve të tij për Hënën, Duffy bëri dhe deklarata të guximshme rreth ambicjeve amerikane në Mars.